Bashkohet mbrëmjen e sotme në program për të diskutuar të gjitha zhvillimet e fundit, por sigurisht edhe një situatë polarizuar në diplomacinë ndërkombëtare. Profesor doktor i asociuar i çështjeve të sigurisë, zoti Xhavit Shala. Zoti Shala, mirëmbrëma, faleminderit që jeni sonte në War Report. Vladimir Putin thotë se darkucët e Europës kërkuan një humbje të Rusisë. Diçka e tillë nuk po ndodh. Pozitat tona po forcohen dhe po përforcohen dhe do ta detyrojmë Europën të vinë në tryezën e negociatave. Çfarë mendoni për këtë deklaratë? Është pjesë e retorikës që përdor presidenti Putin në këtë rast. Ai bile edhe kur thotë që këta dërkucët ka idenë që këta po nxisin popullin, po e terrorizojnë popullin e tyre se mendojnë se do ketë luftë. Fakt, Europa është shumë e qartë që Rusia do të përpiqet të sulmojë, të gjejë çara në Europë apo të merret me vendet balltike. Për ne Europës i kërkohet që të jetë e bashkuar. Kemi parasysh para se të fillonte sulmi 3 vjet përpara, po thuaj se po mushën në mars 4 vjet, ndërkohë që agjencitë e inteligjencës, qoftë amerikane, qoftë europiane, do e jepnin jo me data, po me ditë, me javë që do ketë sulm, Rusia në të njëjtën formë e mohonte. Por sulmi ndodhi dhe ja ku jemi sot pas 4 vitesh vazhdon lufta. Pra, kjo është pjesë e propagandës së Kremlinit, por agjencitë europiane të inteligjencës sipas shteteve kanë informacion sakt dhe gjithë kjo Putin përpiqet të krijojë edhe një midis qeverisjeve dhe popujve europian. Pra, fillon përpiqet të krijojë një qarje në mënyrë që për të nxitur lëvizje, për të nxitur protesta, për të nxitur, pra, që këta po investojnë, po i heqin nga shërbimet sociale, po i heqin fondet, po investojnë për luftën, ndërkohë që ne nuk kemi ndërmend të bëjmë luftë. Kjo është pjesë e propagandës. Kjo po ta shohësh pak a shumë edhe presidenti Trump përdori afërsisht gati ku duhet ndalem, i quajti budallën disa për liderëve evropian. Është një strategji për bashkët e Moskës dhe Washingtonit kjo për çare, për të sunduar? Moska thot vetë që ne, domethënë politikat që ndjek Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump, kjo administratë thot janë në përputhje me tonët, edhe me strategji, edhe kur ata dha një pozicion apo një qendrim zyrtar për strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po kështu thanë që është lidhet me vizionin ton. Gjë që unë nuk mendoj që kjo mund të jetë aq e koordinuar, domethënë sepse në fund fare Trumpi atë strategji ekipi i tij e ka hartuar sipas parimit Amerika e para. Por si duket rusët këtë Amerika e para kuptojnë se është në një vijim me ta, po në një vijim me ta mund të jetë deri në moment sa të zgjidhet kriza në Europë, pra kriza e Ukrainës, më pas nuk dihet se çfarë zhvillimesh tjera mund të ketë. Është ai ndërkohë që për të treguar që është në marrëdhënie shumë të mira me Moskën, Moska me Washingtonin, synimi këtu është të ngjallë një përçarje midis europianëve dhe amerikanëve. Pra, synimi kryesor në mënyrë që të delegjitimojnë apo të çojnë drejt shpërbërjes së NATO-s, bile edhe drejt shpërbërjes së Bashkimit Evropian. Gjë që Europa tashmë është kompaktsuar, nuk bie dot në këto kurthe. Nëse do të hedhim një vështrim shumë të shkurtër samitit të Berlinit, do të shohim që ekipi europian, liderit kryesor, marrin një qendrim shumë të prerë dhe detyruan edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që të binë pak a shumë dakord me gjitha palët, pra me Zelenskin, pra me delegacionin e Ukrainës, delegacionin amerikan dhe leadershipi europian që ishin përfaqësues në nivelet më të larta të shteteve kryesore europiane. Dhe ata vendosën ato 6 pikat, po ta kish parasysh 6 pikat kryesore, me të cilën bile nënshkruan edhe një deklaratë. Pra që ata nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga mbështetja që do t'i japin Ukrainës, sepse kuptojnë që nëse lëshojnë Ukrainën, ata pastaj rradhën do ta ketë dikush tjetër në bashkimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Më thua që nuk është një strategji për bashkët e Moskës dhe Washingtonit për dobësuar Europën, por kam një ministër të jashtëm të Rusisë i cili del dhe thotë qartë se Donald Trump na ka premtuar tokën ukrainase dhe ky precedent do të ishte një precedent i rënd për mbar Europën, ndryshimi i kufive me forcë. Pse diçka e tillë nga Moska? Nëse është bërë ky premtim sipas është pjesë, po të ishte bërë premtim që duhet mbajtur, nuk ishim se përmendnin ta.
edhe unë këtë e quj përsi pjese... Duket se është një premtim që duhet marrë, sepse Trumpi bën presion Ukrainës. Po s'kishte, këto plane nuk mund dalin kaq siç po t'jenë vërteta saktësisht, domethënë kështu siç po flitet siç deklaroi ministri i jashtëm rus, nuk kishin pse të përmendeshin. Zakonisht këto janë premtime që edhe sepse kështu rëndohet pozita shumë e presidentit Trump. Pra Trump po premton kthim dhënje territorit të cilin nuk i ka të vetat, po ta themi në një farë mënyre. Por ke parasysh që edhe plani me 28 pika që u proklamuan në fillim që ishte një trusni e madhe mbi Ukrainën, pat një reagim të jashtëzakonshëm edhe nga vetë amerikanët dhe nga vetë antarët e Kongresit dhe nga vetë republikanët bile, që dytroi Trumpin që tërhiqi, që filluan ato negociatat, u kalu pasaj në variantin 20 pikësh, 20 pika dhe edhe ky variant që askush nuk e ka pa se çfarë është saktësisht, edhe ky variant filloi që tashmë të reduktohet dhe europianët kanë qenë të suksesshëm, mendoj unë, në trusnin që kanë ushtruar edhe për këto nisma të presidentit Trump dhe të ekipit të presidentit Trump për çështjen e Ukrainës. Edhe Zelenski ka qenë më i vendosur, tashmë duke patur një mbështetje më të madhe europiane, ai e ka kuptuar qartë mesazhin e ardhur nga Amerika, edhe po ta shohësh edhe plani europian nuk është se e mohon kthimin apo shkëmbimin e territoreve në farë mënyre, pra edhe plani europian, por si ideja është të mos quhet sikur ato ju dhanë në kushte kapitullimi, pra ishin pjesë e një marrëveshje për paqe, po ishin pjesë edhe e një vendimarrje më të gjerë e vetë popullit të Ukrainës. Pra duan ta kalojnë në aspektin e një kalimi paqësor, sepse ndryshimi me dhunë, ne kemi përmendur në këtë studio që ndryshimi me dhunë është delegjitimon Kartën e Organizatës së Kombeve Bashkuara, delegjitimon këtë sistem ndërkombëtar që ka funksionuar për më njëherë pas luftës së dytë botërore deri më sot. Pra në një farë mënyrë ndryshimi i kufive me dhunë bie ndesh me një nga parimet kryesore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Me këtë sistem sigurie, pra bie delegjitimon. Ndërkohë, Bloomberg raporton se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vendojnë sërish sankcione ndaj energjetikës ruse, ndaj sistemet energjetik për të bërë presion ekonomik mbi Vladimir Putin. A ndjen Donald Trump dhe administrata amerikane se po tradhtohen sërish nga Rusia? Kjo është e sigurt që edhe pas ato gjëra që u vendosën në samitin e Berlinit, që u dakordsuan pra europianët, amerikanët dhe delegacioni Ukrainës, edhe ata që u dakordsuan duhet pastaj ky plan të paraqitet rusët duhet binë dakord. Rusët nuk kanë ndërmend të binë dakord me atyre çfarë do ju ofrohet, ata do kërkojnë gjithmonë e më tepër. Kështu që presidenti Trump do t'ju japë një mesazh atyre që unë i kryva gjitha ato që ju thash në Alaska, kështu që nëse ju nuk do pranoni këtë plan paqe, atëherë do përdor mënyra tjera, do jenë sanksionet. Dhe nuk ka rrugë tjetër, Sali, nëse nuk vendosin sanksione, nuk ulet Moska në tavolinën e bisedimeve në mënyrë të barabartë, sepse ata po ndjejnë veten që janë perëndime superior dhe duke fituar. Janë duke fituar, nuk është se po fitojnë shumë, po shohin që ka një perëndim deri tashmë jo të unifikuar. Shohin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë synime të tjera, nuk kanë synim ta zgjidhin në mënyrë të drejtë më njëhershme, por duan ta mbyllin këtë konflikt. Pra kur themi ta mbyllin jo të kënaqshme edhe për Ukrainën edhe për Rusinë, se të kënaqsh për të dy palët nuk mund të arrihet, sepse duan të kalojnë pastaj të merren me çështjen e Indo-Paqësorit, pra me Tajvanin, me problematikat e mëdha në jugun global. Pra kjo do duket për ne presidenti Trump po i paralajmëron përsëri rusët. Gjithsesi rusët sikur do jemi këtu në një bisedë tjetër, me njëherë ata do të pranojnë që ne jemi për bisedime, do të bëjnë për të fituar kohë. Gjithmonë siç bëri në Alaskë që fituan kohë, pra dhe do të intensifikojnë. Ata shpresojnë shumë në goditjet që mund t'japin në këtë dimër e egër tashmë,
pse ata po godasin se mund ta ndryshoj frontin. Se mund ta jo vetëm po mund të krijoj problematikë edhe me popullin, sepse në fund fare ai popull atje që është, ai kërkon drita, kërkon ngrohje, kërkon gjëra, edhe është detyrim e qeverisë që t'i sigurojë ato. Pastaj se si bëj qeveria politike duhet ta dinë ata që kanë fituar votat. Gjithsesi Europa është në mbështetje, është shumë e rëndësishme për Ukrainën që vazhdon të gëzojë mbështetjen e Europës. Mbështetjen me armë, mbështetjen materiale, mbështetjen monetare. Tu duhet ndalem, the kemi një Europë pa unifikuar përballë Rusisë dhe e thot qartazi se lufta kundër Moskës nuk është një luftë e largët. Duhet ndalem pikërisht tek çështja e kredisë për cilën nuk bien dakord palët për të përdorur paratë ruse dhe Belgjika përdor një arsyetim legjitim. Thotë unë nuk mund të përfundoj në tribunalet botërore pas përfundimit të këtij konflikti si një vend i cili ka vjedhur Rusinë dhe të dënohem për diçka të tillë. Dhe duke parë të gjithë le të themi këtë përçarje të Bashkimit Evropian, por nëse do të shkonim drejt këtij vendimi për ta bërë të kuptueshme për të gjithë njerëzit që po na ndjeken në këtë momente, kush do të ishte sfida më e madhe që do të vinte nga përdorimi këtyre parave të Moskës? Pra, kush mund të jetë rezultati i xhindosjes Kremlinit ndaj Europës? Do të kishte një krizë sigurie, do të kishte më shumë sulme hibride, çfarë do të ndodhte? Unë nuk mendoj Putini ata kanë kaluar në një ofensivë në këtë fushë. Duan që nga që kanë ndjerë që kjo kredi apo ato para janë sekuestruar, një bëhet fjalë për 200 miliard ose diçka më tepër euro. Por në këto kushte ata Banka Qendrore e Moskës ka bërë një padinë në arbitrazh, pra për këtë, kundër po e themi strukturave që merren me menaxhimin e këtyre aseteve. Por nuk ka, unë mendoj që kjo përgjegjësi, ajo frikë që ka Belgjika duhet të ndahet, përgjegjësia duhet të ndahet me gjithë shtetet e tjera. Nuk mund ta marrë vetëm Belgjika këtë përgjegjësi, edhe nuk besoj se është vetëm e Belgjikës, sepse në fund fare ato do të jetë me një vendim të Bashkimit Evropian, të gjithë liderëve politik. Është shumë e rëndësishme që të ndodhë kjo e para për ta lehtësuar mbështetjen ekonomike edhe financiare të luftës së Ukrainës, dhe e dyta për të ndëshkuar ata që zhvilluan këtë luftë. Ky duhet jetë edhe si një vendim gjykate. Pra, ju zhvilluat luftët, ju do dëm shpërbleni për luftë. Po ta shohësh edhe plani i 10 pikësh e parashikon, edhe i Trumpit e parashikon përdorimin e aseteve të ngrira, e parashikon. Është një lojë interesi amerikan. Interesi normal, pra 100 miliard ju, 100 miliard ne, normalisht në logjikën e biznesit që zhvillon Trumpi, normalisht këto janë tashmë marrëdhënie transaksionale, domethënë. E qartë, profesor Shala, falenderoj që ishte në pjesën e parë të programit, ishte kënaqësi të bisedoja me ju për gjitha zhvillimet më të fundit. Ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për t'u rikthyer pas pak në War Report e për të diskutuar një tematik tjetër të rëndësishme, përçarje mes Moskës dhe Beogradit dhe kreu i armatimeve serbe i cili gjendet i vdekur në kryeqytetin e Rusisë. Çfarë ka ndodhur e zbulojmë vetëm pas pak.